ata të cilët e bën Kosovën shtet. Me siguri ju e dini historikun e ngjarjes së Reçakut. Kur më tregoj një miku im se Ramazan ka qenë. Patjetër. Edhe Reçaku Ramazan, pastaj edhe kjo pjesa e Reçakut, qtash kur flasëm, jam krejt me përjetojmë me lkur, kështu me dridhje, ju afrohen pasi i ikin forcat, dikush që i ka mbeti gjallë aty, i afrohen t'ju hapën ujë, thotë jo, thotë se jam minushëm, pres akshamin. Jep shpirtin, agjerushëm. Këto bura i do Zoti, dhe këto bura kanë formu shtet. Dhe sot ne këtë liri të plot që kemi, dhe me këto të mirat që i kemi, a nuk është boll më të rebelohna ndaj Zotit. E janë i të kthehemi, të jeni falemendrues ndaj Zotit, dhe përmes adhurimeve, falendrimi më i mirë që robi ja bën Zotit është duke adhuruar Allahun ashtu si që Allahu na ka mësuar neve përmes fesë dhe traditës thoja profetike të Muhamedit a.s.